Përshëndetje miq të dashur, mirë se ardhët. Kena me pas së bashku se çka i pretën nga data 20 prill deri më datën 4 maj, shenjën e britqapit ujorit edhe peshve, sepse më keni mbetur vetëm jo. Para se të vazhdojmë, kam parasysh se jam duke e bo për një periudhë më të gjatë kohore, nuk është vetëm për një javë, ndoshta është për më shumë se sa një javë dhe dita sa pi bjen. Mirë po, është esenca sepse mendova pse jo, pse mos me kry me këtë rend deri me 4 maj. Edhe ndër të tjera i kemi kit planetet në shenjën e dashit për momentin, që nuk kupton se është një periudhë intensive për shumicën e shenjave, qoftë ajo emocionalisht, qoftë ajo sa i përket nervozës apo ndodhive në jetën tuaj, kështu që kisha përshtypjen se mund të keni dëshirë të dini për një periudhë pak më të gjatë kohore. Shenja e parë për cilën i do të flasim është britqapi. Për britqapin na ka dalë mbreti i shpatave, kemi princin e kupave, kemi priftin edhe prifteshën. Kështu që energjia e përgjithshme është 5 nga kupat mbrapsht. Kemi shumë letra të cilat marrin formën e njerëzve gjatë kësaj jave, kështu që kam përshtypjen se kjo javë ka të bëjë shumë me obligimet tuaja, me gjërat të cilat ju keni marrë mbi supë për një kohë të gjatë tashmë. Disa nga ju mundeni të keni të bëni me prindrit tuaj nëse janë të vjetër, madje edhe me gjyshin nëse gjyshin gjithashtu, edhe duket sikur duhet kujdesur për ta. Mirë po në të njëjtën kohë duhet marrë aprovimi i tyre për diçka. Pra, ose ju mund të jeni personi për të cilit po e marrin aprovimin njerëzit më të ri se jo, ose njerëzit të cilët akoma janë duke bërë diçka. Për disa nga ju, për çka po kërkoni ju aprovim, mund të jetë edhe një punë që ka të bëjë në aspektin profesional, për disa të tjerë mund të jetë aso lloji ku dikush edhe për shembull nëse keni fëmijë, është duke ua kërku për shembull vajzën për martesë, mund të jetë diçka e tillë, sepse po shoh një asë lloj energjie ku një kalorës i ri dhe i sinqert vjen në drejtimin tuaj si dy prindër për diçka. Gjithsesi, kjo mund të jetë kuptimi tekstual i saj, mirë po ndër kuptimet më simbolike mund të jetë që po ju ofrohet një ofertë e sinqert, një ofertë modeste për të bërë diçka, për të ndryshuar situatën tuaj, edhe duket sikur ju jeni në si themi, në qëndrimin tuaj ku ju dëshironi të pranoni vetëm diçka e cila është në përputhshmëri me vlerat tuaja. Disa nga ju jeni tipa më tradicional, ka mundësi që ju pëlqen kur njerëzit ju shkojnë renet, ashtu siç jeni mësu jo, edhe pak a shumë sikur ndoshta po i thoni dikujt na, ok, po më pëlqen oferta jote, po tash bëne për s'dyç. Bëne ashtu që na mësuna me bo. Pak a shumë diçka e tillë, ose mund të jetë ku ne pranojmë diçka në mënyrë të folur, ku ne bëjmë një bashkëpunim, ose ndoshta e pranojmë një marrëveshje me një person gojarisht, po tash po kërkojmë me u bë edhe në mënyrë oficiale apo në mënyrë zyrtare, duke nënshkruar dikush diçka, duke lënë para, ose thjesht diçka për të na dëshmuar neve se ka definitivisht një fillim të ri këtu. Pas kësaj ju them, ju shoh duke thënë po të dashur britqap për çfarë do lloj oferte qoftë kjo. Disa nga ju ka mundësi që të po kërkoni falje për diçka, ose thjesht ju mund të jeni ata të cilët po pranoni kërkim falje nga dikush. Me radhë kemi ujorin, për ujorin na ka dalë 5 nga shkëpenjët. Kemi vetmitarin, magjistarin, karrocierin, edhe 8 nga monedhat mbrapsht. Ujor, duket sikur gjatë kësaj jave ekzistojnë disa ngjarje të cilat duken pak kaotike, për disa nga ju ka mundësi që në ambientin e jashtëm të punës, në komunitet, ose thjesht në paraqitje të parë të këtë tjerët, ju leni atë përshtypje që jeta juaj po shkon mirë, ju jeni tipa të cilët bëni progres, shkoni përpara, do të merrni vendime, do të tentoni të nxjerrni më të mirën prej diçkaje, edhe nëse mbrapa dyerve të mbyllura ka shumë kaos, ka shumë probleme, ka ndoshta argumente të pandalura ose thjesht strese të jashtme. Për disa nga ju jeni shumë të vendosur për me bot diçka, qoftë kjo në dashuri me zgjedh një person të caktuar, qoftë kjo në punë për të shkuar në një drejtim të caktuar. Ka konflikt sepse njerëzit nuk bien dakord me këtë vendim tuaj, edhe ndoshta po japin opinionet e tyre shumë haptazi. Mirë po ju duket sikur jeni të vendosur të shkoni përpara. Disa nga ju nuk jeni të vetëm, në atë aspekt që ndoshta e keni një person pranë jush që po e merr të njëjtin vendim sikur ju.
edhe jeni në harmoni sa i përket çka prisni nga ardhmja. Në të njëjtën kohë kjo mundet me nënkuptu që ju dhe partneri juaj jeni në faqen e njëjtë dhe e dini se çka dëshironi prej njëri tjetrit. Herë kjo mundet me nënkuptu edhe se po punoni së bashku në të njëjtin vend të dashuru jor, ose dashuria mundet të gjendet në atë vend gjithashtu. Gjithsesi është një periudhë për të gjetur mbështetje. Shoh se një numër nga ju po largoheni nga ata të cilët ju kundërshtojnë aq haptazi ose nuk e shohin vizionin tuaj, edhe po përqafoni njerëz të cilët kanë pak a shumë idenë e njëjtë se çka dëshirojnë nga ardhmja. Me radhë kemi shenjën e peshqve. Për peshqit kemi 3 nga kupat, 6 nga kupat, kemi 9 nga monedhat, edhe kemi mbretnishën e monedhave mbrapsht. Kjo nuk është se vlen me do e mos për të gjithë, mirë po më është paraqit figura e një gruaje e cila merret me fëmijët e saj. Kështu që ka mundësi që gjatë kësaj jave ju e gjeni veten tuaj duke kaluar kohë më shumë me fëmijët tuaj, për ata të cilët vetëm se kanë fëmijë. Ata të cilët nuk kanë fëmijë, duket sikur po shpenzoni një numër të parave për t'u kthyer në një periudhë ku keni qenë më të lumtur, ndoshta po ndjeni nostalgji, po dilni me njerëz të cilët e dini se ju duan edhe kanë dëshirë me najt me juve. Për disa nga ju mund të jetë motra, vëllai juaj kështu me radhë, ose thjesht madje edhe me fëmijët e tyre, ndjeni një sens të paqes, duket sikur po të gëzoheni edhe po thoni, ok, duhet me jetu në moment e jo në kokën time. Një numër nga ju duket sikur edhe po arrini në një farë përfundimi të madh emocional ose mental, ku ndoshta po e keni përshtypjen se ok, kam qenë duke menduar për gjën e gabuar. Kjo mund të më manifestu në asë dhe mënyre ku ndoshta ju e kuptoni që keni shku në drejtim të një jete të caktuar, po në realitet çka ja u don juve zemra është komplet një jetë tjetër. Qoftë kjo me vendos që dëshironi të jetoni diku tjetër, të jetoni në një mënyrë tjetër, të punoni diçka tjetër, ose thjesht mos punoni edhe të mirreni vetëm me njërin aspekt. Edhe duket sikur kur arrini në atë përfundim, kur e gjeni veten tuaj në element, ju tërhiqni më shumë mundësi të mira për juve, tërhiqni më shumë mundësi të cilat përkojnë me realitetin edhe me dëshirat e zemrave tuaja. Pra, duket sikur diçka e tillë të dashur peshqi. Për disa të tjerë pas një periudhe të gjatë ku keni punuar dhe jeni mirë me ambientin e jashtëm, duket sikur po riktheheni brenda, edhe po rregulloni atë çka ka brenda. Për një numër nga ju e shoh se përderisa nuk mundeni të thoni se jeni 100% aty ku dëshironi të jeni financiarisht, prap keni për çka tu falenderoheni. Disa nga ju duket sikur keni përfituar ose keni pasur fat që njihni njerëz të caktuar sepse ju kanë ndihmuar që të arrini diçka. Madje ndoshta edhe të përmirësoni situatën tuaj për disa nga ju të cilët keni qenë duke të kaluar një situatë të vështirë. Jo me do e mos për të gjithë. Ka njerëz të cilët ju shikojnë juve në mënyrë të detajuar. Edhe ka mundësi që këta njerëz u lumtojnë rreth jush, ju shohin juve duke shijuar jetën tuaj, si ofroni ju dashuri, edhe kanë një dëshirë që t'ju afrohen juve me vrull, vetëm se e presin momentin e duhur. Kjo vlen sidomos për peshqit të cilët janë beqar.